Kurse sot inshallahu taala me lejen e Allahut subhanahu wa taala do të flasim për daljen e Dejjalit. Daljen e Dejjalit. Dhe kjo shenjë është ndoshta ndër shenjat më të njohura prej shenjave të mëdha të Kiametit, ose prej gjitha shenjave të Kiametit. Për shkak se është përfolur shumë, domethënë është pak më e jashtëzakonshme, është fitnë e madhe, sherri i tij është i madh dhe mund të themi se nuk ka musliman që sadopak ka njohuri për fe e që mos të ketë dëgjuar pak ose shumë për Dejjalin. Domethënë është prej shenjave të njohura. Dhe nga ana tjetër ka edhe shumë thashetheme në lidhje me të, ka shumë informata të pasakta, po ka edhe disa devijime në lidhje me të, krejt kjo e bën të rëndësishme që të folet kjo temë. Madje prej gjërave që tregojnë rëndësinë e kësaj është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë Dejjali nuk do të del përderisa u tërhiqet vërejtja njerëzve prej tij nëpër ligjërata, nëpër minbera. Dejjali do të del atëherë kur njerëzit do ta harrojnë muhabetin e tij. Do të thonë kur do të bëhen ignorant ndaj tij, atëherë do të del. Përderisa bëhet muhabeti i tij, përderisa njerëzit vetëdijsohen, kjo është inshallahu taala një lloj i kundërshtimit të fitnes së tij. Sepse padyshim se ai mundohet që ta përgatit terrenin sa më të volitshëm që kur del ai të devijojë sa më shumë njerëz që është e mundur. Gjuhën arabe i thujnë el Mesih ad-Dajjal. Më thonë përdoret edhe termi Mesih, Mesih ad-Dajjal. Do t'i shtjellojmë shkurtimisht, do më thonë aspektin gjuhësor të di këto fjalë. Fjala Mesih përdoret edhe për pozitivisht edhe për negativisht. Rrjedh prej fjalës mesh apo prekje, do më thonë prekje mes. Për qatë edhe mestit kur i japim në kokë, do më thonë i thuhet mesh në gjuhën arabe. Isa a.s. quhet Mesih sepse i ka shëruar të sëmurit me prekjen e tij. Më thonë i ka prek dhe janë shëruar. Kjo ka qenë muxhize prej Allahut subhanahu wa taala. Jo se Isa ka qenë, do më thonë hyjnor. Jashtë asaj Isa a.s. ka qenë njeri i thjesht. Mirë po Allahu i është përgjigjur lutjes së tij që kur t'i prek njerëzit e sëmur ata të shërohen. Kjo ka qenë veçoria e tij. Për këtë shkak njihet si Mesih. Ndërsa Dejjali njihet si Mesih, pra e ka edhe këtë epitet apo cilësi për shkak se njërin sy e ka të fshirë. Më thonë njërin sy e ka qor, nuk sheh as pak. Edhe syrin tjetër nuk e ka si duhet, e ka të shëmtuar mirë, po njënin e ka komplet qor dhe nuk sheh. Do më thonë e ka me mësuh, i thonë gjuhën arabe të fshirë. Për këtë shkak edhe quhet Mesih. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna ad-Dajjal mamsuh al-ayn. Me të vërtetë Dejjali njënin sy e ka të fshirë. Dhe këtu dëshirojmë të tërheqim vërejtjen lidhje me një bestitni. Disa njerëz mendojnë se e ka vetëm një sy në mes të ballit. Kjo është gënjeshtër, nuk është e vërtetë. Do më thonë ai ka dy sy, mirë po njërin sy e ka të fshirë, nuk sheh me atë sy. Njërin sy e ka të fshirë. Kjo është sa i përket fjalës Mesih. Do më thonë termit Mesih, nga rrjedh. Rrjedh për shkak se njërin sy e ka të fshirë. Sa i përket fjalës Dejjal, pse thuhet Dejjal? Thon dietarët, fjala Dejjal rrjedh prej fjalës Dejjal. Dejjal. Dhe Dejjal në gjuhën arabe i thon kur e përzin, e pështjellon gjërat. Më thonë është njërë që ua pështjell gjërat njerëzve. E përzin të vërtetën me gënjeshtrën. Më thonë nuk e thot vërtetën, po ua pështjellon. Madje dhatë që ata e din si të vërtet, ai ua pështjellon dhe ua ngatron, si që përdorin tek ne, dhe i largon pra nga e vërteta. Dhe forma se si, do me thonë forma nga e cila rrjedh kjo fjalë gjuhën arabe, është i thonë siga mubalega, do me thonë Dejjal, njeri që shumë ua përzin. Me thonë është gënjeshtar i madh, renacak i madh, mashtrues i madh, shumë mashtron, shumë gënjen. Gënjeshtra e tij e ka arritur kulmin. Kur përdoret në këtë formë, me thonë Dejjal, kjo tregon se shumë është forme të shprehurit në gjuhën arabe,
që tregon se gënjeshtra e tij ka arritur në kulm. Dhe nuk është, nuk është e çuditshme pse është quajtur kështu. Naudhu billahi do të pohoj kin se është Zot. Më thonë, a ka gënjeshtër më të madhe se krijesa të pretendoj se është krijues dhe Zot. Më thonë, kjo është kulmi i gënjeshtrës, kulmi i mashtrimit, kulmi i manipulimeve, kulmi i gjitha llojeve të gënjeshtrave, domethënë. Sa i përket cilësive të Dexhallit. Dhe këtu do të na bëhet e qartë kur do të flasim për cilësitë e Dexhallit, domethënë do të na bëhet e qartë se është për qëllim njerë. Nuk është për qëllim, domethënë në aspektin e metaforës. Nuk është për qëllim se është fjala për dukuri të keqe, negative në përgjithësi. Po është për qëllim se është bashkënjerë. Cilësitë që ja ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk lën dyshim në atë se ai është njeri. Sikur të ishte për qëllim e keqja, pejgamberi alayhis salam do ta përdorte një terminologji tjetër. Nuk do ta përshkruante edhe në detaje, domethënë fizionominë e tij, cilësitë e tij, pamjen e tij, sikur të ishte për qëllim dukuri e keqe, apo të ishte për qëllim diçka tjetër, siç për fat keq disa dietar prej më të mëvonshmive janë munduar ta komentojnë apo ta cilësojnë Dexhallin me disa dukuri bashkohore. Disa e kanë përdorur me sisteme, disa e kanë përdorur me shtete, disa, e kanë personifikuar me mbretëri, me koloni. Krejt kjo është gabim. Sepse pejgamberi alayhis salam e ka cilësuar detajisht me cilësitë të njerëzve. Për cilësive që janë përmend në 10 hadithe të sakta të pejgamberit alayhis salam janë këto. Sa ai është mashkull, domethënë gjinia e tij është gjini mashkullore. Cilësi tjetër është se kur do të shfaqet nuk do të jetë shumë plak. Domethënë do të jetë parafërsisht në moshën mesatare, moshë që në gjuhën arabe i thonë i ri ende. Nuk është pra në moshë shumë të plakur kur do të shfaqet. Tjetër ahmar, domethënë e kuqja mbi zotron tek ai, ngjyra e kuqe. Qoftë në flok, qoftë në lëkurë, domethënë është më shumë si i kuq. Dexhalli. Tjetër që përmendet është se nuk është shumë i lartë, domethënë me 7 nuk është shumë i lartë. Tjetër thuhet se është efhaj. Domethënë këmbët i ka pak si të shtrembta për nga jashtë. Se deformimi të këmbët është ose në formën O, domethënë formën e shkronjës O, ose në formën e shkronjës X apo Z. Nëse i ka këmbët përmbrenda është i thonë X, domethënë nuk e di shumë detajisht, po parafërsisht. Ndërsa nëse i ka pak si të nxjerrë jashtë, më thonë si dana, kjo është, i thonë gjuhën arabe efhaj. Dexhalli është në këtë formë, më thonë i ka pak si të nxjerrë kështu jashtë këmbët. Gjadë rras, flokët nuk i ka shumë gjata dhe i ka kaçurela, domethënë. Flokët i ka kaçurela. Ejla el jabha. Këtu para tek balli i kanë ra pak flokët. Domethënë balli i ka dal pak si më lart, ballin e ka pak më lart për shkak se i kanë ra flokët para te balli. Aridun nahr, qafën nuk e ka shumë gjatë. Domethënë e ka më të shkurt se mesatarja, parafërsisht, domethënë. Mamsuh al-ain al-yumna. Syrin e djathtë e ka të fshim, nuk shef. Bëhet fjalë për njerë, apo krejt cilësitë deri tash janë cilësi njerëzore. Sikur të ishte diçka metaforike, pse të përmendet syri ose qafa ose këmbët? Çfarë do të thonë ka kjo? Do të thonë te pejgamberi alayhis salam një fitnë e madhe, siç i ka përshkruar fitnet që ka ndodhur. Më thonë, ke kita i lejlil mudhlim. Ka thonë do të ketë fitne si errësira e natës që mbulon, nuk mund t'i shpëtojë askush. Edhe këtë do ta përshkruan të ashtu. Mirë po, përderisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka cilësuar me cilësi të njerëzit
që s'ka dyshim në to, atëherë tregohet se është njeri, nuk ka mundësi që të jetë diçka metaforike. Këtë syrin që e ka që nuk shef, do më thonë, kështu nuk e ka deformuar, nuk është i futur mrenda, as nuk është i dalur jashtë. Më thonë, syri o në vend, mirë po nuk shef. Dhe duket sikur të ishte një rush, mirë po që ka filluar të prishet, apo të thahet. Më thonë, syri i ti, dallohet se nuk është normal e sy. Mirë po nuk është i futur mrenda, as i dalur jashtë. Ndërsa në syrin e majt ka si një cop mishi, më thonë dalur, edhe syrin e majt e ka të deformum. Mirë po shikon me syrin e majt, ama në të në qosh aty në skep ka një cop mishi, më thonë që i ka dal një cop e deformuar, dhe kjo mund dhe njëherë edhe të marrë në gjyrë, si të kuqet, terët ose të zezë. Të më thonë, nuk përmendet kjo, jo mirë po përmendet së është prej qati lloj. Do shta keni pa ndë një njerë që një pjesë trupit e ka një copë si të deformume, do më thonë një copë e tepër të mishit që ka marrë në gjyrë të erët, kuqet e erët, ose si që shkon ka e zeza. Dhe po ashtu prej cilësive të ti që i kanë përmendur, hadithet e pejgamberit alayhis salam, pasi që ky dietari përmend pastaj rend, janë mbi 10 hadithet sakta për këtë mesele, mirë po kjo është më e lehtë për të mbajtur mend kur përmenden kështu rend. Prej cilësive është se në mes të dy syve në ball e ka të shkruajtur kefere. Do të thonë shkronjat kefere në gjuhën arabe, që do të thotë se ka bërë kufër apo është qafir. Dhe këtë do të mund të lexoj secili besimtar, pa marrë parasysh a din shkrim lexim gjuhën arabe apo jo. Kjo do të jetë, do të thonë, ndihmë prej Allahut subhanahu wa taala, që secili besimtar kur ta sheh mball ta shef se diçka nuk është në rregull. Po shkruan aty kefere, do të mund ta lexoj se është për qëllim se ky njeri është kafir, do të thonë apo qafir. Dhe prej cilësive të tij është se nuk do të ketë fëmijë. Do të thonë është steril, nuk ka fëmijë. E tash kur është për qëllim, kjo është e sigurt se kur do të del nuk ka fëmijë. Ndërsa para se me dalë është gjallë, nuk është gjallë, ka muhabet, do të thonë te kjo mesele. Pastaj ky dietar i përmend hadithet, të cilat i përmendin krejt këto cilësi. Në më thonë, mirë po, disa i përmendin, disa kur t'i mbledhish krejt hadithet, dalin krejt të cilësi që i përmendëm ne. Ajo që është më rëndësit potencohet këtu është se këto cilësi nuk lanë dyshim tek besimtari, se është për qëllim, do më thonë, njeri i vërtet. E nuk është për qëllim diçka tjetër, ndonjë sistem apo diçka tjetër. Për haditheve që përmenden, do më thonë, hadithin Buhari për Abdullah ibn Omerit radiallahu anhu. Po ashtu hadith tjetër në Buhari, po ashtu në Sahihun e Muslimit, nga Ubade ibn Samit, nga Nawas ibn Semman, po ashtu në Sunenin e Ebi Davudit, përmenden hadithet sakta në lidhje me këtë, po ashtu në Musnedin e Imam Ahmedit, do më thonë shkurtimisht, kush i transmeton këto, po ashtu në Sahihun e Muslimit, një transmetim tjetër, po ashtu në Buhari, do më thonë, krejt të hadithe nuk lën dyshim se janë të sakta, të vërteta prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E tash sa i përket shkrimit që do ta ketë mball Dexhalli, dietarët e Ehli Sunnetit thonë është shkrim i realt. Me të vërtetë është shkrim. Pejgamberi alayhis salam ka thonë është shkrim. Andaj pse ne ti themi diçka tjetër? Plus i ka përmend shkronjat kefere. Pse ne t'i japim një kuptim tjetër? S'ka nevojë. E si ka mundësi ta lexoj edhe ai që din edhe ai që s'din shkrim, thjesht ndihmë prej Allahut subhanahu wa taala. Mucize prej Allahut subhanahu wa taala që ai e përforcon me të besimtarin. Besimtari si ta sheh Dexhallin do t'ja shoh ato shkronja mball. Edhe pse diçka tjetër s'din të lexoj, për këtë do të jetë i sigurt se kjo është. Më thonë se i shkruan qafir në ballin e tij. Dhe këtë potencon Imam Neveviu në komentin e Muslimit që ja bën, do të thonë thotë se kjo është
e vërteta në të cilën janë dietarët muhakkikun, ju thonë dietarët e thelluar në dituri, do më thonë dietarët e mëdhej e veçuar të umetit, është se kjo është shkrim i vërtet, shkrim i realt, e nuk është për qëllim diçka tjetër. E tash, kjo ndoshta nuk është më rëndësi për gjithë, mirë po për ata që janë pak më të thelluar këtë mesele, i kanë lexuar gjërat elementare si një dobi shtesë. Në disa transmetime përmendet se ka, do të thonë, të shëmtuar apo të dëmtuar syrin e djathtë. Në disa transmetime përmendet syri i majt. E tash ka prej dietarëve që kanë menduar se kjo është si kundërthënie në shikim të parë. Mirë po realiteti, dhe këtë e përmend Kadi Jadi rahimahullah, është se të dy syt i ka të shëmtuar Dejxhalli. Do të thonë, nëse dikush e sheh një transmetim syri i djathtë ku përmendet i djathti dhe një transmetim tjetër ku përmendet i majti, mos ta habitet, se tek i djathti është i fshier dhe nuk sheh as pak me të. Ndërsa tek i majti e ka shëmtimin e që është ajo copza e mishit që e përmendëm. Më thonë, të dy syt janë aura në gjuhën arabe. Awar. Të dy syt i ka të shëmtuar dhe nuk i ka normal. Njëri nuk shef as pak, tek tjetri ka një shëmtim, do të thonë i ka dalë një pjesë e mishit. Dhe kjo nuk është, kur e përmendim ne, do të thonë, njëri si e ka qarë, ose kjo nuk është ofendim për ata që Allah i ka sprovuar me këtë sprov, do të thonë e ka bërë që ta kenë njërin sy qarë ose të dy sy qarë. Jo, po kjo është cilësi e Dejxhallit, që ne ta njohim Dejxhallin. Më thonë, e nuk do më thonë se secili që e ka një sy qarë është njeri keq. Mos të ketë keq kuptime, ha? Nuk do më thonë kjo se secili që është sprovuar me qorim të syrit është njeri i keq. Po thjesht Dejxhalli e ka këtë cilësi. Dhe kjo urtësi tek Dejxhalli është edhe prej urtësive, siç thot pejgamberi alayhis salam në një hadith, thot, dijeni se Zoti juaj nuk është qor. Pra kjo është mangësi tek njeriu, që të jetë qor. Dhe Allah e ka bërë që Dejxhalli të jetë qor dhe ta ketë njërin sy të shëmtuar, tjetrin me tjetrin mos shoh as pak, që t'u bëj me dije njerëzve, atyre që logjikojnë se ky nuk është Zot, edhe nëse pretendon, se sikur të ishte Zot, mas pari do t'i rregullonte defektet e veta. Ai pretendon diçka tjetër, kurse vetveten s'ka pas mundësi ta përmirësoj. Kjo është sa i përket cilësive të Dejxhallit. Sa i përket asaj se është Dejxhalli i gjallë apo jo, ka dy hadithe që përforcojnë mendimin se Dejxhalli është i gjallë. Dhe se nuk është habi që të jetoj pak më gjatë se njerëzit e tjerë. Thjesht Allahu ja ka dhënë këtë mundësi që të jetë sprov për njerëzit. Hadithi i parë është hadithi Ibn Sayyadit, atij jahudiut në Medinë, i cili i kishte këto cilësi dhe plus kësaj ishte edhe fallxhor. Më thonë, i vinin shejtanët dhe i kallëzonin disa gjëra që njerëzit e tjerë nuk i dinin. Ishte fallxhor. Ibn Sayyad i thonë. Ky ka qenë në Medinë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi ka dyshuar mos është ky Dejxhalli. Do të thonë, në fillim të çështjes tij pejgamberi alayhis salam ka dyshuar se mos është Ibn Sayyadi me të vërtetë Dejxhalli, sepse përshkrimi është përputhur. Ka qenë jehudi, do të thonë se edhe Dejxhalli ka prejardhje prej jehudive. Këtë nuk e përmendëm, mirë po këtë prejardhje ka. Madje është bir i zinas prej jehudive dhe plusat është bir zinaje, mos ta përdorim atë termin më banal që dihet, do të thonë, nuk është bir legjitim i dy prindërve. Edhe këtë cilësi e ka pas Ibn Sayyadi në kohën e pejgamberit, se ka pas do jehudi në fillim, do të thonë, kur ka shku pejgamberi alayhis salam në Medinë, ka pas pak jehudi. E Ibn Sayyadi ka pas cilësit janë përputh. Plus kësaj i kanë ardhur shejtana, do të thonë është bë fallxhor. Ka pretenduar se i din do gjëra të fshehta. Ky hadith pa marr parasysh është Ibn Sayyadi me të vërtetë Dejxhalli, ja nuk është. Ky hadith e vërteton se ka mundësi që të jetë gjallë. Më thonë, të jetë gjallë prej kohës së pejgamberit alayhis salam ose pak më herët. Ka mundësi, nuk është e habitshme, nuk është çudi.
Një hadith tjetër është hadithi Temim ad-Dari. Temim ad-Dari, i cili thot se kanë humbur në det për shkak të fortunës. Shkurtimisht, pra se hadithi është shumë i gjatë dhe i ka dërguar Ania me një ishull të çuditshëm që nuk e kanë hasur më herët. Dhe aty e pas kanë pa një njeri i cili ka qenë i lidhur dhe i cili i ka përputhur, do me thonë, kushtet apo cilësit, i ka pas cilësit e Dejxhalit dhe ka thonë se do të vi koha kur do të del. Dhe ka përmendur, do me thonë, daljen e Yexhuj me Xhuxhve në mënyrë indirekte dhe ka përmendur një shenjë tjetër të Kiametit, ajo është se do të bëhen shkretirat, do të shndrohen në Lumej dhe në Gjelbrim. Këto dy hadithe tregojnë se mund të ketë qenë apo mund të jetë Dejxhalli gjallë edhe në këtë kohë, nuk është habi. Mirë po të qëndroni fshehur derisa t'i vi koha e përshtatshme për dalë tek njerëzit. Mirë po ky pohim nuk është pohim i veçantë se ku qëndron kurin, atë nuk e dim. Atë e dim vetëm Allah subhanahu wa taala. Ky është pohim i përgjithshëm se mund të jetë gjallë, nuk është e çuditshme që të jetë gjallë. Sa i përket Ibn Sajadit, se ky dietar tu përmend disa faqe, mirë po ne do t'i bijmë shkurtimisht. Ibn Sajadi e ka pas këtë cilësi, do me thonë ka qenë fallxhor në fillim të çështjes së tij. Pejgamberi alayhis salam kur ka dyshuar se mos është ky me të vërtetë Dejxhalli, ka qenë mosh i ri, do me thonë sa ka filluar që të hyj, sa ka kaluar pubertetin faktikisht, sa ka filluar që duket më si burr. Mirë po ky, përveç cilësive që i ka pas, do me thonë cilësitë e dukshme, po ashtu e ka pas edhe një cilësi tjetër, se ka pretendu se i din do gjërat fshehta. Me thonë ka qenë fallxhor, në fillim të çështjes së tij ka qenë fallxhor. Dhe fallxhorët ne e dim se kanë kontakt me shejtanët, ai nuk mund bëhet fallxhor përveç se nëse shejtani nuk e informon për disa gjëra. Apo si herbërës, si puna e këtij burdushit që u bë njohshëm kohëve të fundit. Do me thonë ai ka shejtan i cili e informon nëpërmjet shejtanit. Këto janë njerëz shejtanorë, kupton? E ky Ibn Sajadi e ka pas këtë cilësi. Përveç cilësive që ju kam përshtat me cilësitë e Dejxhallit, po ashtu edhe ka pretenduar se i din disa gjëra të fshehta, se i vijnë do shejtana. Bile ka thonë njëni i mirë, njëni i keq, shko edhi ka pretenduar. Madje kur i ka thonë pejgamberi alayhis salam, a dëshmon se unë jam i dërguari i Allahut, do të thonë se pejgamberi alayhis salam është i dërguari i Allahut, ai ka thonë, ti a dëshmon se unë jam i dërguari i Allahut? Ibn Sajadi. Do të thonë ka fol fjalë fallxhorësh, fjalë njerëz që janë musha'idhin, që i thonë në gjuhën arabe, apo sharlatan. Njerëz që janë shejtanor, që kanë kontakt me shejtanin dhe i mashtrojnë njerëzit në këtë formë. Për këtë shkak edhe pejgamberi alayhis salam ka dyshuar mos është ai. Mirë, po ajo që shihet në transmetime është se Allahu subhanahu wa taala çështjen e tij e ka lënë si sprovë për njerëzit. Nuk ka zbrit shpallje konkretisht për këtë njerëz se është Dejxhalli apo nuk është Dejxhalli. Po Allahu subhanahu wa taala ka dhënë cilësi. Edhe në hadithin e Temim ad-Darit, pejgamberi alayhis salam kur e tregon, do të thonë siç përmendet se pejgamberi alayhis salam i ka tubuar sahabët dhe pasi që kanë fal namaz, ka filluar të ligjeroj dhe ka transmetuar një hadith prej Temim ad-Darit. Më thonë është prej haditheve ku pejgamberi alayhis salam transmeton prej një sahabit. Temim ad-Dari ka qenë krishterë, ka pranuar Islamin. Dhe i tregon se çka ka ndodhur më herët, i ka treguar pejgamberit alayhis salam. Po edhe në këtë hadith pejgamberi alayhis salam nuk ka thonë ky njeri i lidhur që e keni pa në ishull është 100% Dejxhalli. Po ka thonë ky tregim përputhet me atë të cilën unë ua tregova juve, ju ka thonë shokëve të vet. Më thonë 100% nuk ka thonë se ky është. Po ka thonë se përputhet me cilësitë. Nga kjo thonë dietarët kuptohet se pejgamberit alayhis salam ju kanë shpallur cilësitë e Dejxhallit. Mirë po, kush është filan personi direkt nuk i ka kallëzuar Allahu subhanahu wa taala. Po edhe në këtë ka urtësi, do me thonë çështjen e Ibn Sajadit ka urtësi. Se krejt kjo fitne e tij, do me thonë kjo përfolje e tij në Medinë ka shkaktuar që të mësojnë njerëzit më shumë për Dejxhallin, apo? Edhe kjo pamje e tij u ka përkujtuar Dejxhallin, që ata të jenë gjithmonë në gjendje alarmante.
Dhe kur del një sprovë e tillë, njerëzit mësojnë edhe më shumë për atë mesele. Njerëzit mësojnë edhe më shumë, se janë do e pa një njerëz ngjashëm me Dejjallin para syve. Kjo gjithmonë ua përkujton Dejjallin, edhe plus ua përkujton informatat që i kanë për Dejjallin. Kjo është prej urtësive pse Allahu e ka lënë që kjo të jetë kështu. Dhe nuk e ka prej sahabëve që janë betuar se ai është Dejjalli. Pejgamberi alayhis salam as nuk e ka pohuar, as nuk e ka mohuar, po thjesht e ka lënë çështjen kështu. Madje ka që e kanë transmetuar se Ibn Sajadi pas një kohe e pas ka pranuar Islamin. Mirë, po edhe kjo është çështje problematike, se mund ta ketë pranuar vetëm si munafik, nuk e ka sinqerisht me zemër. Dhe përderisa Allahu s'na kallzon gjendjen e tij, e lëm me çkaç. Më thon çështja e tij është e dyshimt. Dhe ka urtësi që ai të ngel në këtë formë. Do të thonë të jetë i dyshimt. Ka urtësi që thon ti muslimanët të rikujtojnë këto mësime. Dhe vetëm për këtë mesele ky dietar ka folur në parafërsisht 20 faqe të librit, 22 faqe. Mirë, po janë detaje që mendojmë se për ata që i dëgjojnë dhe i ndjekin ligjëratat tona, janë detaje që vetëm se i rëndojnë dhe nuk kanë atë më të rëndësishme në sollën, do me thonë në formë të shkurt para jush. Sa i përket hadithit Tamim ad-Darit dhe hadithit Ibn Sajadit, pra ajo që mësojmë prej kësaj është se ka mundësi që ata të jenë Dejjalli, ka mundësi mos të jenë. Allahu s'na ka treguar direkt. I plotësojnë disa cilësi dhe kjo po ashtu na argumenton se ka mundësi Dejjalli të jetë gjallë në këtë kohë. Ka edhe një teori tjetër, do me thonë është një dietar, mduket Muhammed Isa Davud ose kështu, e ka një libër për këto komplotet dhe për Dejjallin e kështu, thot se Dejjalli është Samiriu i cili është përmendur në tregimin e Musait alayhis salam. Ai e thot në formë, do me thonë të sigurt. Mirë, po edhe kjo nuk ka siguri edhe te çështja e Samiriut. Ka disa ku mund të kapen disa argumente të vogla se Musau nuk e ka qërtuar, nuk e ka dënuar, e ka lënë të lirë, po edhe Samiriu kur vakabohet atë viçin prej ari jahudive, i thot Musaut e pash diçka edhe kjo më shtyu që ta bëj unë këtë, se Samiriu është ai që i ka shty që ta adhurojnë viçin jahudit. Pas i ka shku Musau alayhis salam që ta merr, do të thonë që ti merr letrat, ato pllakatat në cilët ka qenë shkruar, do të thonë Tevrati. Kjo ka mundësi mos tjetë, do me thonë krejt kjo është urtësi për Allah, që ne mos të dim se kush është direkt, po të dim cilësit e ti. Ndërsa, sa i përket tërhekjes vërejtjes për Dejjallin, çdo pejgamber ja ka tërhekur vërejtjen popullit vet për Dejjallin. Pastaj, ky dietar e përmend një kapitull tjetër dhe thot me kanë khuruj Dejjal, apo një nën titull tjetër. Thot vendi se ku do të del Dejjalli. Mbas të transmetimeve, Dejjalli do të del nga ana e lindjes, prej Khurasanit, apo min Jehudijet Asbahan, do të del në mesin e jahudive të Asbahanit. Asfahan ose Asbahan është një qytet në Iranin e sodit, në Iran. Dhe në këtë qytet ka shumë jahudi. Ky është vendi i daljes së Dejjallit. Do me thonë në Iranin e sodit, në Asbahan, ku ka jahudi dhe cilët si nguc kërkush. Përderisa ehli sunetit bashkatrojnë xhamiat e i varin, e i vrasin, e i djegin, e i kallin, shijat, jahudit si ngucin. Jahudit janë rahat prej shijave në Iran. Edhe janë të e prit Dejjallin aty. Si e mas miri, si nguc kërkush. Do me thonë do të del prej Asbahani që është në Iran. Dhe aty do të pasojnë 70.000 jahudi. Abdul Kadri rahimahullah thot tash ka më shumë jahudi në Asbahan, mirë po Dejjalli dizgjedhe 70.000 edhe dimare me vete. I thot hecni ju me mu. Se tash ka më shumë se 70.000 jahudi atje. Pastaj prej atje, në fillim del aty. Pastaj prej atje do ta shëtit tërë rrezullin toksor. Mirë, po kjo do të përmendet, do me thonë. Ky dietari përmend 3 transmetime. Transmetimi i Enesit e përmend se do ta pasojnë 70.000 jahudi.
dhe ky transmetim është në Musnedin e Imam Ahmedit. Ibn Hajeri thotë se është sahih ky transmetim. Ka transmetim në Tirmidhi, Sheh Albani e ka bërë po ashtu sahih, sa i përket domethënë vendit të daljes. Transmetimet janë sahih, nuk e themi këtë për inatit shijave, po që ashtu janë transmetimet. Edhe pse ata nuk janë shumë larg prej Dexhallit, domethënë njëjtën gjendje janë edhe ata. S'kan të bëjnë me Islamin asgjë. Mirë po, edhe pse do ta shëtit tërë tokën Dexhalli, nuk do të mund të futet në Mekë dhe në Medinë. Allahu subhanahu wa taala ja ka bërë haram Dexhallit që të hyjë në Mekë dhe në Medinë. Në hadithin që përmendet, domethënë të temimet darit, ai njeriu që e kanë parë të lidhur ka thonë do të dal unë dhe do ta shëtiti krejt tokën. Ai njeri që ka pretenduar se është Dexhalli, domethënë. Thot dhe nuk do ta lë asnjë fshat dhe asnjë qytet pa u futur në të. Thot brenda 40 ditëve, përveç Mekës dhe Taibes. Taiba quhet Medinja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej emrave të saj është edhe Taibe. Fahuma muharramatan, sepse këto thot i kam të ndaluara. Sa herë që mundohem të futem tek ndonjëra prej këtyre, qoftë Mekë, qoftë Medinë, do të më del një melek, domethënë një melek i fuqishëm me shpatë në dorë dhe do të më largoj. Po ashtu, ndoshta këtë transmetim apo këtë informat nuk e din shumë prej muslimanëve sa i përket Mekës dhe Medinës, se nuk do të futet në tokët e din, domethënë është më e njohur. Një transmetim tjetër i saktë që është në Musnedin e Imam Ahmedit dhe Haythamiu thotë se është sahih, do të thonë transmetim tjetër i sakt, fol për xhamiat në të cilat nuk do të mund të futet Dexhalli. Do të thonë përveç Mekës dhe Medinës janë përmendur edhe 4 xhamia në të cilat nuk do të mund të futet Dexhalli. Thot pejgamberi alayhis salam wala yakrubu arba'ata masajid, dhe nuk do t'ju afrohet 4 xhamiave. El Masjidul Haram, xhamia e Qabes apo Masjidul Haram. Wa Masjidul Medina dhe xhamia e Medinës, wa Masjidut Tur, xhamia e Turit, ndoshta në kodrën Tur, për këtë domethënë nuk kam shumë informata çka është për qëllim me Masjidut Tur. Ktu s'ka përmend ky dietar dhe nuk dëshiroj që të foli pa dituri. Ndoshta është në kodrën Tur, Allahu alem. Wa Masjidul Aqsa dhe xhamia Aqsa. Xhamia Aqsa dihet, domethënë që është në Kuc. Në këto 4 xhamia nuk do të mund të deportojë Dexhalli. Domethënë edhe nëse nuk është muslimani në Mekë në Medinë, nëse futet në xhamin Aqsa, inshallah taala do të jetë i mbrojtur prej Dexhallit. Atba'u Dexhal, pasuesit e Dexhallit. Thot ky dietar në bazë të transmetimeve, shumica e pasuesve të Dexhallit janë jahudi. Dhe jo arab dhe turk. Me turk, kur përmenden këto hadithe, është për qëllim turkët original, turkët aziatik, që i kanë cilësit, dhe më thonë, fizionomi sikurse të mongolve, me ftyra trumbullakta, hundet pak si të shtypura, syt pak si, dhe më thonë, të tërhekur anash, më thonë si në mes ngjajshëm me kinezët të kësyt, mirë po pak më të kuq janë ftyrë. Më thonë mongolët dhe turkët aziatik. Se turkët evropian apo të Anadolis, këto janë edhe më të përzirë, dhe më thonë, po edhe nuk i plotsojnë këto cilësi që janë përmendur në hadith. Pejgamberi alayhis salam ne përmendëm se prej cilësive i ka përmend se do të luftohen mongolët. Dhe i ka përmend se cilësit i kanë, ftyrat i kanë si trumbullaktat, shtypura dhe syt pak si të tërhekur. Njëjta cilësi i ka përmend edhe tek pasuesit e Dexhallit.
sa i përket jehudive, kjo përmendet tek transmetimet se do t'jenë prej Asbahanit. Do të thonë se bëun 70,000 jehudi të Asbahanit, të cilët do t'i kenë ato shallat, tajalis i thonë, në gjuhën arabe, do t'i kenë ato shallat me cilët jehudit i mbulojnë kokat e tyre. 70,000 prej tyre do t'jenë, do të thonë prej pasuesve të Dejxhallit. Po ashtu në hadith tjetër që transmeton Tirmidhiu nga Ebu Bekri, thot yatba'u aqwamun kana wujuhum al-majan al-mutraqa. Do t'i pasojnë disa popuj të cilët fytyrat i kanë sikurse mburojat e rumbullakta dhe të mbështjellura me lëkurë. Me thonë i kanë fytyrat, kjo cilësi është përmendur edhe tek mongolët kur ka thonë pejgamberi alayhis salam se do të luftohen, apo tek turqit aziatik origjinal që janë. Thot Ibn Kathiri, nga kjo kuptojmë se është për qëllim për to me turqit, do me thonë. Po ashtu prej pasuesve të Dejxhallit janë shumë prej pasuesve të tij janë prej beduinëve. El-Arab, në gjuhën arabe, Arab ju thujnë Arabve, ndërsa e-Arab ju thujnë beduinëve prej Arabve. Ata që nuk janë të stabilizuar me një vend, me një qytet, po endacak, enden. Për shkak të kësaj cilësie se ata janë endacak, lëvizin nuk kanë pas mundësi që të kenë shumë dituri. Andaj tek ata mbisundon ignoranca, xehli. Për këtë shkak edhe do t'i mashtroj më lehtë. Madje ka hadith se e ka përmend pejgamberi alayhis salam bashkë me këtë cilësi, ka thonë do t'i shkoj një beduinit Dejxhalli dhe do t'i thoj am beson mua se jam Zot. Dejxhalli do t'i thot beduinit. Beduini do thot jo. Pastaj do t'i thot nëse unë i ngjalli prindrit tu, babën dhe nanën tënde, a do të më besosh? Beduini do t'i thot po, nëse e bën këtë do të besoj. Atëherë thot pejgamberi alayhis salam, dy shejtana do ta marrin njëri formën e babës të atij, tjetri formën e nanës së atij, dhe do t'i thonë o biri jon, pasoje Dejxhallin se ai është Zot. A këta në realitet janë shejtana, do të thonë që kanë marrë formë të njeriut. Mirë po, kjo cilësi, pse ka përmend pejgamberi alayhis salam si beduin? Do të thonë se tek ata do të mbisundoj ky mashtrim. Do të thonë këtë fore do ta hanë më lehtë, se do të jenë më larg prej qytetërimit dhe s'do të kenë shumë dituri, do të mbisundojnë mbi ta ignoranca apo xehli. Dhe është për qëllim dituria fetare. Po ashtu prej haditheve që janë përmendur është se edhe gratë do të jenë prej pasuesve të Dejxhallit. Do të thonë sa i përket gjinis femrore mashkullore, gjinia femrore më shumë do të mashtrohet prej Dejxhallit. Sepse sprovat e tij do të jenë mëdha, do të kesë ndoshta shumë diamanta, Allah alem, edhe kjo do t'i mashtrojë më shumë gratë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e transmeton Imam Ahmedi nga Abdullah ibn Omeri radiallahu anhu, thot do të vi Dejxhalli, do t'i afrohet, do të thonë Medines, në Wadin Murqanah, do të thonë është një lugin afër Medines që quhet kështu. Thot do t'i afrohet, pasi që sën hin Medine, do të pres aty kush do t'i del, do t'i thirr prej larg. Thot pejgamberi alayhis salam dhe shumica atyre që do t'i dalin do t'jenë gra. Derisa thot kur do ta shohin këtë burrat në Medinë, do të kthehen në shtëpinë vet dhe do t'i lidhin gratë e familjes vet. Do t'i lidhin që mos dalin tek Dejxhalli. Do të thonë shumica për atyre që do të mashtrohen sa i përket gjinis janë gjinia femrore.